Kur ka shku letra në adresën e kryetarit të LDK-s, pas përfundimit të seancës, ne e kem pas në emën televizit vendosje Hekuran Muratin në konferencë për shtyp. Kur është pyet për letrën, nuk e ka ditë se ka pas idenë që Albin Kurti ka dërzu letër të lidha demokratike. A diçka thotë zë Dregrana, thotë, ne thotë, kemi dërgu letër për marrëveshje për zgjidhjen e ngerësit të kuvendit. Lësho konferencën, lësho konferencën e tij. Ai ka dashur me e komentu çështjen e letrës, përmbajtjen e letrës, sepse ka qenë ende e pasurme në opinionin e shpjegoj. Nuk është e vërtetë që po thotë. Ditën kur është dërguar letra, vetëm jo ma fal një minutë lutem Zemaj, sepse është e pavërtetë kjo që po e thua. Ditën kur është dërguar letra, ne kemi diskutuar në grupin parlamentar, televizit vetëvendosin në takimet e tona të rregullta që i kemi para seancës. Dhe secili prej deputetëve, dhe këtu unë garantoj me siguri më të madhe, që secili prej deputetëve ka qenë në dieni për përbajtjen e asaj letre. Sepse secili prej nesh shumë kohë para se t'i dërgohet zotri Abdi Gjikut, e kemi parë letrën, e kemi lexuar letrën dhe kemi qenë në dieni për përbajtjen e saj. Dhe s'është as pak e vërtetë kjo që po e thoni. Dhe e kemi dërguar letrën, ndërkohë që letra... Një ditë përpara keni thoni kemi 63 deputet me zgjedhë kryetarin e kuvendit. Shumë më vonë, disa orë më vonë, pasi është dërguar se tek zotri Abdi Gjiku është bërë publike. Kalkulun 20 deputetët e LDK-s? Tash, shiko, mos këqyr me u pa për fjalë shumë po. Unë po du me demantu për çato që po e thuti zotri Hekuran Murati, ka dalë në konferencë, ka qenë në dieni. S'është vërtet, jo, unë s'kam nevojë me demantu. Jo, ti demantu ato që ai decidivisht ka thonë, letra e cila është dërguar kryetarit të LDK-s ka të bëjë me zgjidhjen e ngershit për kryetarin e kuvendit. A le doni ju zoti Zemaj që zoti Kurti si konsulton fare? Si vet hiç. Shiko, nuk ju vet juve Abdi Gjiku, Zemaj. Nuk ju vet juve Abdi Gjiku. Aty vendos para politika, vendos para politika me zoti Kurtin. Ai vjen gatshëm sepse madje mund ta verifikoni edhe duke pyetur deputet tjerë që kanë qenë prezent. Edhe janë vazhdimisht prezent për takimet tona të rregullta para çdo seance, çdo 48 orë. Unë besoj që mbledhjen e keni tek kryetari që kohëve të fundit për vetë. Po juve ju pyet kryetari, sidomos një numër prej deputetëve vjetër të LDK-s goxha shumë i ka qenë prej lojës. Mos më na pa pyet neve letrën ne kemi marr pas 5 minutave, e kemi shku në altë dhe kemi